Na shojnë kurreshë, kush ti hedh legët, 50 milion dollar është shumë. Atëherë se kush mi hedh lekët, mos shko pyet në prokurori, ta japun përgjigjen. A pyet Altin Dumani se i ka dhe ai të tëra. Se kush është Altin tjetër? Atëherë Altin Dumani, sa për Altin Dumani na i ka mbi $1 miliard të mjet. Të mjet. Ka atje, ka 3 vjet që ka shkresën atje, e nuk lëviz nga vendi. Unë jam budalla, Kthe që. Kthe që pyetën kthe që. Do të shikosh vendimin ti zotëri që më thuaj mua budalla se ka shumë si ty, keti? Maro puna atje. Ja mos ndëhy se po. Të mos jarrosh ti, Nuk e se si sqaron se po flisim intervistë. Po flet, nuk kemi mendimin, ata ajo është fort. Mirë më mirë shtuta se sa të bunin festë. Pastaj kur flet, pastaj Është mbushur Shqipëria me këta lloj kështu. Dhe kanë të drejtë, di pse kanë të drejtë. Se prandaj mbyllin ato ato të televizionit atje të madh. Që ti shikojnë të gjitha dokumentat nga e para deri ke fundi dhe pastaj shikojmë të flet dot ashtu ai. Vim tek tema. Jo, kjo është pjesa kryesore. E kuptoni ju apo ja? Që ata kanë mbjell gjithë opinionin publik kundër meje me këta lloj kështu. Sepse prandaj se hapin televizionin atje që të shikojnë, ta nxjerrin me shkresën e gjykatës, të prokurorisë, të mia, të gjitha, të nxjerrin të tërë atje. Qesh ai atje. Shikoj atje. Fale, çka ke për të folur? Po çka ke për të folur? Le. Nuk mund ta marrë njeriu. Të më çohesh mua atje. E lëm. Ta tregoj trapin unë ty. E mbyllim. Mua. Jo për çka? o zotëri, po lemë vlesë ne ndërgjish. Hajde, oj. Po ti më ofendove mua, qysh mu... Shpresojmë që drejtësia të vejë në vend për të gjithë. Drejtësia duhet të vejë në vend se s'bën. Pse vetëm në Shqipëri ndodh që njerëzit të ikin gjysma e popullit e të mos ketë reagim. Dhe njerëzit nuk ikin kot nga vendi.